shkollës fillore Dardania. E bon dy fish matron në profesionin që e ka ajo. Edhe mund kanë ardhur komente nga profesor. Dikush që ka qasi mendime punon si psikologe fëmijëve në shkollë fillore. Që trajtohet bullizmi me to. E tash unë po të kallëzoj. Sa herët kemi përmendur që të emision Lelo, të përmeni prap, ju lutem rritna një riqin, ko marrë qasi mesazhet këqia, nuk i kom lexu, së më interesojnë ata fëmija që atë këqi, po dhe ma fëmija që janë Lea dhe që kanë emnar bre, Lelo dhe Lela, që e kom përshtypjen, i nxisin këta fansa me që asi komentë. Me bo vëmendje për tyre, me bo vëmendje në arë tyre. Mare ju qoftë dhe për juve si persona publik duhet me ardhë një kërkim falje në më në fansave t'juj. Unë i kom screenshotat, mu i mi që dhe... Unë e ma shumë në pengon të pjerët që janë mbrapa, që të shna kanë ardhë edhe janë... Unë e kishë vërtet është e tërmshme. Ma lyra këshëm është të diqka. Përveç që është e tërmshme është edhe jashtë e ult, edhe besom që edhe munim mu marë me ta kam vjen. Mës me trajt kështu po ma shumë. Përveç para gjykimeve sharjev që buon në media online, nuk du të me përjashtu faktin që ne kemi këto edhe njëtën tonë private, njëtën e përditshme, me njërës përbalë që ti ki, me njërës që ti bashkëpunon, me rrethin e gjanë familjar, me rrethin e gjanë shoqnor, kam e para gjyku për si jeti, për gruan që ti gudzon me qenë, të na vazhdo me qenë një koncept dhe një logjik që gruja e urt është formula me qenë gruje mire. E ke pa kur thojnë është zoja shkath, unë vetë personalisht marrë si komente, për më thonë, personifikimin një gruaja e zojnë në Kosovë është ti dres shkoke. Dhe më thonë që qështu matët. Ku që të komend milionare. Por me qenë burë i gjallë, energjik, sepse kjo ka të bëj me karakterin, jo gjinore, me personalitetin e njërët, ajo është perfekt mashkull, është taman një qytetar i zote. Mirë, e personifikon në superlative. Pra dhe për gratë të zonja, personifikohen ndryshe dhe agjeni e mërtim ju të kanë shumë. Edhe që kjo jemi ne, edhe për shto nga ditë me folë që to, edhe me qenë model për gratë të tjera që duhet me komente, jo vetëm virtuale, marim komente edhe për njerëzët tonë, dhe muj me thonë që paraqitja jonë edhe kjo emision, s'paku për njerëzve ta fërën me mu, edhe për njerëzve që i takoj mjetë përditshme, është mirë pritë shumë, edhe në vendin të punës edhe në shoqnin time. Jo, nuk e mora në raport me emisionin, po në raport generale që shtrajtohemi. Po, të kuptoj, po me gjitha ta do të me ditë që... Edhe që kjo po raport cilën kina marë komente nga stafi shëndësor atje. Për në generale, për shambull, më ka hasë edhe mu me po flasim të puna a familjes, për shambull, të kanë komplimentu, unë s'po folit ashtë për shoqet, për shkak se unë e kom pas edhe paraqitje tjera si aktore, edhe po shumë mirë veç ato komente, brabden, gjithsesi me të kallëzu njerëzit i lexojnë për funi që ti po të shojnë suksesin tonë. Po ti po të shojnë, po të ofendojnë. është për me të ardhë keq, sepse bojnë komente të pavlera. Se në qofë se si mas kishëm dit me komentu dikon profesionalisht, se na nuk jena njerëz pa gabushëm. Edhe unë këtu, edhe ti, edhe krejt mujna me gabu. Por, në qofë se unë e kisha marrë një lloj komente, një kritik në aspekt profesional, besom që në asociashëm në qitë pikë si popull. E keqja është që tashti edhe titujt e portaleve janë duke i suportu këto komentus. Sepse shkon ta bën një titull, një portal, që s'ka lidhje, do me thonë, nështë e ke cikë brenda fjallës, pikërisht për ata, për përfitimet veta, mi u rriqe ma tepër edhe ata tjerë të poshtë me komentu. Unë e kumë një të tilë koment publik një herë, një zonjë e cila në komente më ka sha dhe bullizu në formën më të keqet mundshme. Shumë rasisht dikush nga familjarët ma kanë dërguat koment. Shumë rasisht ja kom nëzonë mesazhin në ndjem temin tuk e më livdu. Edhe ja kom po bashk komentin, edhe mesazhe në Facebook, edhe që qita është realiteti komentuzve tonë. Më vjen keq që i shojnë ftyrat publike e bojnë komente tila për me ranë sy edhe për mu bojnë ata të famshë. Enisa edhe the shumë bukur që para 15 vjetësh nuk ka pas YouTube e sende.
Unë kam fillu punë si gazetare në 98-ën, ku s'ka pas as Google, se le më YouTube. Dhe prandaj ta ceka që parë. Komentet e para ti i ke marrë prej mahallës. Krejt plakat e mahallës time, krejt shoferat e punës që vinë merrin e mësillnin, zotërinë të nderuar me familje, automatikisht do ishin dashnorët e mi. Pse se veç mësillnin e merrin me makinë. Vazhdo me qenë kjo normë të gratë. Dhe tash, kjo normë, jo thjesht e gratë, bre, se edhe për burrat flasin boll, po nuk flasin nga ana e moralit, po flasin për sendet të tjera. Për gratë folit nga ana e moralit lehtësisht, se sa burrat duhen ndarë. Jo, burrat janë zotë nëse janë pa moral. Lehtësisht flitet për gratë nëse janë pa moral. Ky është dallimi. Shoku ma i madh i imi u ka në 2010-ën, kur bashkë me tim shoq neve bënim disa hulumtime për disa fetar, le të themi kështu, me mision të paguar nga Serbia që vinin në Kosovë me qëllim të caktuar për të themeluar fundamentalizmin fetar në emër të organizatave të ndryshme dhe përçarjen mes shqiptarëve në emër të fesë. Pra të sillin një luftë fetare mes shqiptarëve. Apo del në tim poshtë zotë? Tema është shumë e thjeshtë. Në 2010-ën ka qarkulluar në gjithë RKS.gov.net-in një letër kërcënuese për tim shoq, ku janë niste, kena me t'i bo qikës 2 vjetë qështu, nënën Vorku e ki, për të lidhë me atë të tënden, pavarësisht se im shoq e ka nënën të zhdukur, nuk ja di as Vorrin ku e ka. Une filloja me fjalën prostitut dhe përfundoja deri te nivelet më zhlë që mund të ekzistojnë, mendësia e një njeriu të smur. Dhe kur e kam parat letër, për para një burri jashtëzakonisht shumë të shqetësuar, si që ishte im shoq, kam nis tu kesh. Dhe ai mendoi që unë e luta mença në ai san, domethënë tha çfarë të bo. E thash 100 let lehin, karvanit eci për para, me këto sene kena mu përballë gjithë jetën. Apet ju i keni marrë që të komente, i keni marrë për shkak të një hullumtimit bukur të rëndësishëm, po unë e kom marrë komente kërcnuse. Unë kur kom bo qasi hullumtime s'kom guxu me dalë në rrugë. Jo, me kam dalë në rrugë edhe s'ma kanë. Bile se mbajnë mend që ndjeri Adem Gashi, poeti, më ka thonë Ed 4 herë më ka ardhi mielli ta hunksha zemrën që pallas po tanë. Bashkë është. Apet ju e keni bu një hullumtim që ka qenë shumë i rëndësishëm potencialisht me rrezikshmëri. Po unë e kom marrë